Vetëm e shtëndjer më lejoni të shpreh ngushtimi familjes së kolegut tonë Arbenet Ahmetit, i cili dje fatkeqësisht në vendin e punës në një kontakt me një kabull elektrike ka pasur një aksident që ka qenë fatale për jetën e tij. Ne shprehim ngushtimin familjes, shokëve dhe gjithë dashamirëve që kanë njohur një djalë të sjellshëm, një djalë punëtor dhe një djalë i dalluar në mesin tonë me korporatën energjetike të Kosovës. Për rastin se si ka ndodhur aty në vend ngjarje është duke u mirë policia dhe organet e hetuesisë forenzike të tjera të cilët janë duke u mirë me shkaqet e aksidentit, kurse për kushtet e punës na me të vërtetë mund të themi se korporatën energjetike të Kosovës kushtet janë jashtëzakonisht rana, kena mungesë disa pajisje mbrojtëse si nga pajisje elektrike, makinerike dhe nga ana e xhetarisë, kështu që natyra e punës në kek është jashtëzakonisht e vështirë, jashtëzakonisht është e rëndë. Kështu që ne i bëjmë apel menaxhmentit, bordit që të mirën me përmirësimin e këtyre kushteve, me përmirësimin e gjendjes të vendeve të punës dhe sigurinë përgjithësi të punëtorëve të korporatës energjetike të Kosovës. Fatkeqësisht e kemi pas të humbje të kolegëve tanë me aksidente fatale për jetën e tyre, po kena edhe vdekje të cilat mirën smundjet në vendet e punës që ne dyshojmë që këtu i marrin për shkak gazrave të ndryshme, për shkak xhurmës, për shkak dridhjeve, për shkak natyrës punës që është rënë korporatën energjetike të Kosovës. Ne kemi bërë shkresa dhe kemi bërë kërkesa të vazhdueshme menaxhmentit dhe bordit që të përmirësohen kushtet e punëtorëve, përmirësohet siguria aty në vendet e punës. Fatkeqësisht është bërë si praktikë, si traditë, jo e mirë që vetëm pasi të ndodh aksidenti, vetëm pasi ndodhin rastet të mirëmi na me to. Duhet një herë për gjithmonë që ne të mirëmi dhe të evitojmë problemet para se të ndodhin. Kur ndodhin është gjithçka vonë sepse jeta e njerit më nuk kthehet mbrapa.